Izraelit në Doha kundër delegacionit të Hamasit që kishte ardhur aty për të kryer një takim pas deklaratës së Trumpit. Tani që nga ai moment duket se bota arabe është vënë në lëvizje dhe kam përshtypjen se po krijon avash avash një koalicion anti-Izrael. Është bërë një takim shumë i rëndësishëm me pjesëmarrjen e Yemenit, me pjesëmarrjen e Azerbajxhanit e vendeve të tjera. Çfarë u thanë në këtë takim dhe është e vërtet që po krijohet kjo aleancë kundra Izraelit? Në fakt, dore të përgjigjem pak ndryshe pyetjes tuaj, jo një aleancë kundra Izraelit, por një aleancë kundra domethënë pro-palestines. Domethënë thjesht pro-palestines nuk është që të jetë kundra Izraelit, sepse vetë forca e të gjitha këtyre shteteve edhe pse nga ana ekonomike janë vendet të pasura të botës, përsëri nga ana ushtarake apo nga ana e veprimit apo për të qenë ndikues në rajon, dihet mirë që tashmë bota arabe ka hupa të shansin dhe është shumë larg që të dalë në një vend të tillë, por gjithsesi ata po mbëhen së bashku për në thojza për të shpëtuar gjoja Palestinën pra rritjen e Gazës, por gjithsesi edhe me atë mbledhje, pasi në të vërtetë i futi frikën Izraeli, jo vetëm thjesht Katarit që bombardoi atje dhe vrau disa nga negociatorët e Hamasit, por gjithsesi ka futur frikën e të gjithëve të tjerë, sepse ata para 56 muaj paguan biliona dollar Amerikës dhe në kush që Amerika do t'i mbronte atë dhe kështu që nuk i mbrojti. Dhe sidomos Katari, dore është shumë e rëndësishëm se Katarin e sulmoi edhe Irani, Katarin e sulmoi edhe Izraeli, pra vendi më i pasur, më i forti në thojza, ku aty baza më e madhe amerikane në atë atje është në Katar, pra është atje. Edhe nëse sulmohet 2 herë, normalisht që të gjithë shtetet rajonale kanë humbur besimin edhe tek Amerika dhe kështu që u mbledh Liga Arabe, ku për herë të parë ftojnë edhe popujt musliman, por jo arab, siç janë 2 shtetet me influencë në rajon, Turqia dhe Irani, dhe kanë debatuar, por ende nuk kemi në fakt një konkluzion të qartë se si do bëhet, çfarë do bëhet. Nëse e lidhim edhe me konferencën që bëri, mbledhjen që bëri zoti Trump në Kombet e Bashkuara me vendet muslimane, pra me liderët e vendet muslimane, atëherë sikur na çon në një përfundim që kanë arrit një marrëveshje, se ku do praktikohet është tjetër gjë, normalisht një debat ndoshta krejt tjetër, por kanë arritur një marrëveshje që Gazën, po edhe në fakt edhe Palestinën, vendet muslimane të çojnë një trupa paqërues atje dhe me praninë e Izraelit. Pra dhe Izraeli do të jetë kundra këtyre dhe të komanduara normalisht nga Turqia, pra mbikëqyrës e Turqia në këtë vend. Dhe pse është Turqia? Me pa nga ana strategjike, Amerika ka bërë një gabim në fakt fatal që e gjithë çelësin e bashkës lindjes së mesme ka dhënë Izraelit për shumë dekada me radhë, por tashmë Izraeli si themi shqip, domethënë e turpëroi Amerikën para syve të gjithë botës, domethënë ku siç zihet tashmë që edhe kur foli Benjamin Netanyahu në Kombet e Bashkuara, vetëm ato të shkretit amerikan ndelan, që gjithë dolën nga salla, është vërtet. Të gjithë dhe dolën, domethënë dolën edhe ata që nuk e njohin Palestinën si shtet, dhe jo vetëm ata që e kanë njohur vitet e fundit, pra siç është Anglia, Australia, Kanada e të tjera. Dhe këto ka lënë në një pozicion të vështirë Amerikën dhe automatikisht me pa dhe protestat që ishin përpara Kombeve të Bashkuara kur foli Benjamin Netanyahu, ata nuk janë arab, por ishin amerikanë. Domethënë ishin pur amerikanë, ku thoshin që Trumpit që heq dorën nga sponsorizimi, pra nga përkraja e këtij genocid bërësit, pra dhe këtë dënohet dhe jo të lehet, të flitet, të flasë ajo në Kombet e Bashkuara. Dhe në këtë aspekt duket që Liga Arabe, pra në Doha, kanë bërë diçka, kanë shkruar diçka. Arabia Saudite